Një specie e rrallë dhe mjaft e veçantë është rikthyer në ujërat shqiptare, duke sjellë një lajm shpresëdhënës për biodiversitetin në vend. Bëhet fjalë për fokën e egër mesdhetare, e cila është parë dhe filmuar së fundmi në shpellën e Dafinës, në gadishullin e Karaburunit në Vlorë. Pamjet janë kapur nga disa peshkatar vendas, që kishin lundruar pranë zonës, të habitur dhe të emocionuar nga ky takim i rrallë. Kjo gjallëse e njohur për natyrën e saj të tërhequr dhe të ndjeshme ndaj ndikimit njerëzor, konsiderohej e zhdukur nga ujërat shqiptare për një periudhë të gjatë kohore. Prej vitesh nuk ishte parë apo dokumentuar asnjë ekzemplar në brigjet e vendit, duke shtuar shqetësimet se ishte zhdukur përfundimisht nga rajoni. Por tashmë shfaqja e saj në shpellën e Dafinës ka rindezur shpresat për rikthimin e kësaj specie të rrezikuar në habitatin natyror. Shpella e Dafinës, e njohur për ujërat e kristalta, pozicionin e izoluar dhe mungesën e ndërhyrjes njerëzore, duket se ofron kushtet ideale për strehimin dhe shumimin e fokave të egra. Ekspertët e mjedisit kanë vënë në dukje rëndësinë e ruajtjes së kësaj zone të virgjër, jo vetëm për ruajtjen e natyrës, por edhe si një mundësi për zhvillimin e turizmit ekologjik në mënyrë të qëndrueshme. Rikthimi i fokës është një tregues i qartë se me kujdes dhe respekt ndaj natyrës, shpresat për biodiversitetin shqiptar nuk janë shuar, por mund të ringjallen dhe mbrohen edhe më fort në të ardhmen.